Dhe doja të dija pak prindrit e tu të ndjekin me shumë krenari, besoj, për arritjet në ekran, normale. për arritjet në fushën profesionale, jetojnë këtu apo jetojnë? Jetojnë, jo. Prindit e mi, familja ime jetojnë këtu, më ndjekin, mami më ndjek gjithmonë, kam një rivalitet të vogël me kryeministrin. Pse? Kam një rivalitet sepse babi im, në qofse unë në të njëjtën kohë dalë në televizion në Rai 2, pysë mamin, më pa babi, jo, ishte Edi Rama dhe ishte, dhe më thënë zgjedhat dhe kam këtë rivalitetin se ai preferon, babajin preferon të ndjeki lajme dhe Edi Rama në njërë se sa mua. Ti besoj të ndjek në YouTube. Po ja fal dhe këtë. Ja besoj sot, do t'jetë duke ndjekur Silvana dhe nëse ke një përshëndetje për prindrit, ne ta japim këtë mundësi dhe këtë hapësirë këtu në rrezën tonë. Shpresojmë ndërkohë të mos kenë ndonjë aktivitet kryeministrit dhe babit në jetë kena ndjekur. Shpresojmë që jo në këtë pikë. Jo, i falenderoj për dashurinë, i falenderoj për çdo gjë që na kanë dhënë, me ato pak mundësi që kanë pasur, kanë dedikuar jetën ne për, domethënë në mënyrë jo egoiste, po totalisht, për të na dhënë gjithë këto gjëra dhe them se. Në emocionove dhe janë lot mallin mbi të gjitha dhe të kujtojnë fillimet e tua që jo për këtë do janë të vështira, sido që tjetë largësia, ndarja nga vendi, nga prindrit, gjithsesi për ta kaluar pak të pjesa. Kur ti vjen në Shqipëri, që i dedikoj çdo gjë atyre, domethënë çdo rezultati im është sepse siç e thash kur mora çmimin ndërkombëtar di buona volontà, do thotë që me aktivitetet që merrem, që jam e lumtur që u gjenda në një teatr në Itali ku shkova fillimisht si emigrante, më duke e pamundur të futesha brenda, jo të isha në skenë dhe thash, unë kam një vlerë shumë të rëndësishme që një bagazh që babai dhe nëna ime më kanë dhënë, që do të thotë të përveshësh mangë dhe të punosh kudo që jenë. Dhe kjo vlerë nuk ka nevojë, dhe se është një valutë që nuk ka nevojë për shkëmbim, dhe vlen kudo. Dhe këto i qenë fjalët kur mora çmimin, sepse normal që familja në ndërton, na jep pasaj të jep atë lirinë që ti t'jesh autonome në jetë dhe të kujtohesh që janë disa vlera që nuk humbin asnjëherë dhe t'i kanë dhënë ata. Që i dedikoha për çdo gjë. Edhe është puna ajo që të nderon dhe të nuk të lënë në balt asnjëherë, përveç se talentit edhe pasionit. Dhe këtë ti i ke të ndërthurura shumë mirë me njëra tjetrën.